Faleminderit shumë. Mirëmbrëma Mitrovic. Të dashur qytetar, aktivist, veprimtar, punëtor e minator. Me lejoni që në emrin tim, në emrin tuaj, po dhe në emrin të kryeministit Republikës Kosovës Zoti Albin Kurti, me një përshëndetje dhe duartërokitje të veçantë, të përshëndesin mërgatën tonë që ka ardhur nga Evropa dhe nga gjitha vendet e botës për të bërë ndryshimin e madh Mitrovicës që i duhet Kosovës. Nuk është e lehtë me mbajt fjalim mas kryeministrit Republikës Kosovës, është një shprehje popullore, kur njihet krizma e topit, pushka njihet ma pak. Po, desha me ndërlidh me pjesën hyrëse që kryeministri e bani mes tjerash edhe tha që ky shekull është i shqiptarëve. Shumë e vërtet. Ky shekull është i shqiptarëve për shkak se ka pas gatishmëri dhe vendosmëri nga figurat e kohës të historisë për me bakit ndryshim. Për shkak se në vitin 1989 ne e shporrëm komunizmin edhe në kryet lëvizjes gjithë popullore ishte një patriot si Ibrahim Rugova. Pas lëvizjes paqësore ne kishim trimat, gratë trimresha që ndryshuan rrjedhën e historisë, që dhanë gjithçka nga vetja tyre, duke përfshirë jetën dhe duke derdhë gjakun për Kosovën dhe duke mundësu çlirimin e Kosovës bashkë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E ky shekull nuk do të ishte i shqiptarëve, edhe me gjithë të kontribut të jashtëzakonshëm të lëvizjes paqësore dhe të lëvizjes për rezistencë të armatosore, çlirimtare të kryesuar nga Adem Jashari dhe shumë heroje dëshmorë të tjerë. Në qoftë se nuk do të mund të themi, ose nuk do të mund të themi se ky shekull është i shqiptarëve në rast se liria e larë me gjak nga ushtarët UÇK-s e populli civil i pambrojtur i Kosovës, në të cilën u mundsua një liri vetëm deri në urën e Ibrit. Nuk do mund të themi, ose nuk do mund të thoshim se liria ka kuptim në Kosovë, se ky shekull është i shqiptarëve pa përfshirjen e sovranitetit të Republikës Kosovës deri në Jarinje dhe Brnjak. Është e vërtet që ky shekull është i shqiptarëve, për shkak se pas sakrificës së luftës së shejtë çlirimtare, edhe lirin që arritëm deri në urën e Ibrit prej vitit 2021. Sot frymon ndryshe Veriu dhe Mitrovica, për shkak se në krye të qeverisë Republikës Kosovës është figura dhe personaliteti me besimin më të madh në historitë të Kosovës, që e ka çliru 17% të territorit të Kosovës me një hero. Ky është shekulli i shqiptarëve dhe epitetin se ky shekull është i shqiptarëve e ka vullos, e ka skalit në histori dhe e ka dhanë vullën e përgjegjësisë së patriotit qeveria më në krye Albin Kurtin. Dashur qytetar, të dashur bashkëvendas,
si biri juaj i Mitrovicës, duke ndjerë peshën e përgjithësisë, mundin dhe gjakun e derdhën dërshekuj për Mitrovicën, dhe duke ndjerë nevcin e shqiptarit patriot. Zotohem para jush, se si i pari i Mitrovicës do t'i dalë zot kësoj toke e kësoj treve duke i shërbyer me përullësi, me përkushtim e nëse është e nevojshme deri në vetëvlim. Dashur bashkëvendas, Mitrovica pagoi çmimin më të lartë lirisë. E liria tek ne nuk erdhi deri në vitin 2021. Ishëm të privuar nga liria lëvizjes, qasja në pronë e në trojet tona shekullore stërgjushore. Në vitin 2021, Mitrovica i besoi Albin Kurtit. Mitrovica ishte e okupuar, rruga në drejtim të Prishtinës ishte e blokuar dhe liria lëvizjes për Evropë pothuajse ishte e pa imagjinuar. E tash Albini në veri, e unë në bujqësi. Çka duhet tjetër me dhonë dëshmi për të tregu dashamirësinë, përkushtimin, vullnetin dhe dashurinë që e kemi për Mitrovicën dhe Kosovën. Prandaj, si rezultati besimit që keni dhënë vitin 2021, ne sot jemi të lirë, gjithçka frymon mirë, veriu është i lirë, Ujmani është i Kosovës, Radojqiqi është në Serbi, bondat janë veri, atje frymon Kosovë e lirë do t'jetë për herë, sepse ne kemi sovranitet cep me cep. Të dashur, aktivist veprimtar, fushata ishte e egër në Mitrovicë si asnjëherë më parë në histori. Sepse Mitrovica është një betejë, janë duke u përplasur trashëgimit politike. Trashëgimia që kishte angazhimin për zhvillim, për sovranitetin që nuk ka çmim, po as nuk ka kthim, dhe në anën tjetër kishim pjesën e fushatës së egër të pasuar nga trashëgimia e errët që Ujmanin e shihte të gatshëm të ndonte me Serbinë. Të gatshëm për çdo kompromis, të gatshëm të bëjnë kompromise edhe me Serbi, edhe me Rusi. Po ata nuk janë të gatshëm që Kosova të ketë qeveri, sepse nuk kanë probleme me Radojqiqin dhe listën serbska, po problemet i pas kanë me Albin Kurtin. Kryeministri është si figurë dhe personalitet i jashtëzakonshëm në angazhim edhe në përkushtimin për vendin me angazhim gjithandej Kosovës. E në baza ditore ndoshta viziton edhe 7 komunat Kosovës, po çdoherë prezenca e tij në Mitrovicë interpretohet ndryshe, sidomos kohët e fundit. Dhe kjo shihet me fort xhelozi, sepse Mitrovica ka qenë fush beteja e ndikimit të forcave të errta të Serbisë dhe të Rusisë, e betejën të cilën në 1903, kundër vendosjes së konsullit rus në Mitrovicë, Isa Boletini e nisi, suksesshëm Albin Kurti e bitisi. Të dashur miq, ne sot nuk do të merremi shumë me qeverisjen që është më dështokja në histori të Mitrovicës. Kjo sepse ne nga nesër po e hapim kapitullin e ri për Mitrovicën, qytet të pastër e funksional që ofron mundësi të barabarta për të gjithë, për arsim cilësor të depolitizuar e të digitalizuar, me qerdhe e shkolla, me shëndetësi e shërbime nga spitali i ri, me borna esenciale deri tek ekipet geriatrike, me sport të zhvilluar dhe aktivitete kulturore të pasuruara, me infrastruktur, kanalizime, trotuare, ndriçim, ujësjellës që furnizon me ujë dhe jep jetë, me investime në shalën e Bajgorës në zonën më të prapambetur fatkeqësisht Kosovës,
me turizm dhe me bujqësi. Për parqe për qytetarët, parkingje për qytetarët dhe veturat, shtigjet për këmsor e biciklist, qytetin do e rikthejmë në njënën prej zonave më të bukura duke rikthy qarshin e vjetër dhe në qendër të qytetit bashkë me sheshin do të kemi edhe parqet më moderne që ka dikush në Kosovë. Nuk është e drejtë që qytetarët të jepet fjalë të ëmbla e fantazit magjie, ndërsa vetës parat e taksave dhe tatimet e tyre. Ata ulen në tavolin për interesat e tyre, ne ulemi në tavolin ku na ftojnë qytetarët për të diskutuar të gjitha hallet. Ata ulen në tavolin vetëm për të bërë pazare, sikurse i pamë edhe ditët e fundit. Ne nuk premtojmë mrekulli. Ne punojmë çdo ditë, këta i ndryshuan ftyrat, por në vazhdimsi ne jemi dëshmitar që nuk i ndryshojnë sjelljet. Mitrovica nuk është pronë partijake askuj, është qyteti ynë, është zemra e Kosovës. Ata që e ndojnë një pjesë nuk ja duan të mirën as Mitrovicës e as Kosovës. Të gjithë duan shpresë të re në Mitrovicë. Shpresa jonë me vota e shpresës ka një numër, e numri i shpresës e ndryshimit dhe mirëqenjes për Mitrovicën është numri 105. Të dashur qytetar, e ardhmja kërkon plan jo improvizim. Nuk ka progres të qytetit me nguti. Ka progres me përkushtim, me punë dhe me angazhim. Qyteti i shëndetshëm është ai që ecën lirshëm, sikurse e din mërgjimtarët që jetojnë në Evropë. Për djemt dhe vajzat e Mitrovicës nuk mjafton spektakli virtual. Ata kërkojnë mundësi të reja dhe mundësi të reja do të kenë me qeverisjen tonë. Siguria publike në qytet nuk matet me rrugë për plot me policë, por me lagje të ndriquara në çdo rrugic, edhe në periferi, me trotuare, me sinjalistik dhe me çdo shërbim që e kërkon nevoja dhe i duhet qytetarit. Zhvillimi progresist nuk shtyn njerëz jashtë qytetit. Ja bën kushtet brenda tij, ajrin, qetësinë, hapësirën, gjelbrimin dhe zhvillimin. Jetesa në qytet duhet të na ndihmoj, jo të na rëndoj. Të dashur qytetar, asnjë projekt i përfunduar në 4 vitet e fundit, nga qeverisja më dështake në historinë qeverisje të Mitrovicës. Asnjë temë e përfunduar. Për me ilustru se siç ka qenë qeverisja komunale në 4 vitet e fundit, unë dhe i marrë vetëm një 2-3 shembuj. Kur shkonin komunën e Mitrovicës, ata të cilët potencialisht atë ditë mundën mos mundi shumë disponim, le të kërkojnë liftin që është premtu, 200.000 euro në planin realizues thuhet që në realizu, ndërsa lifti nuk ekziston në komunën e Mitrovicës. Liçenia kumulus është pjesa tjetër e shëmbëltyrës së kësaj qeverisje që përveç se nuk arriti asgjë të krijojë të re, nuk arrit as të mirëmbaj hapësirat të cilët në të kaluarën ishin zhvilluar. Rruga Lizeneli është shëmbëltyra e qeverisjes së PDK-s, të cilët e kanë inauguruar së paku 3 herë 300 metra asfalt. Të dashur pjesëmarrës, gjyshim, ne e kemi quajtur Baba Zeq. 50 vite ka punu në Majdan dhe ka kthen gur mulliri. Me pas kona i gjallë, për 4 vjet, rrugën Alizeneli, me që keqe dhe me dalë të kishë ndërtu bre. Jo pse e kam pos gjysh, por një mend epitetin e boletinit të Zhazhës gjithë e din se ka qenë njëri prej banorëve ose qytetarëve ma punëtor. Besoni që në Kaldrem për 4 vjet, qashtu që shka punu 50 vjet, me që keqe dhe me dalt, e kishë rregullu rrugën Alizeneli dhe sot e kishëm shëndru Alizenelin
në pjesën e qytetit, ato që përdojmë me rikthy qarshinë e vjetër, e ndoshta nuk ish dash me shpenzu buxhet të komunës as qeverisë për me mujt me rikthy qarshinë e qytetit. Kjo është realiteti në Mitrovic, ky është dështimi spektakolar i Bedri Hamzës, dhe përderisa ka pas dështim spektakolar, Mitrovica nuk do të ja lejoj të na lën edhe një trashëgimtar. Të dashur qytetar, aktiviste veprimtar, sot kuptova se kanë dalë në teren argat e Stanishicit. Janë duke hartu prap exit polle. Mos harroni që prap ata nesër nuk ndalen. Prap kanë me fillu me propagandë. Prap kanë me fitu në ora 11 të paraditës. Kanë me përsërit në ora 1:03 e deri në ora 18. Kanë me dalë në studio televizive dhe kanë me thonë që fitoria është spektakolare, e humbi Mitrovicën, Albini dhe Fatuni. Mos ju besoni atyre, mos bini pre propagandës, këtë propagandë të egër shëndroni në motiv edhe angazhim që nga nesër për Mitrovicën të hapëm një kapitull 3. Të dashur qytetar, zotohem para jush që Mitrovicës do i shërbej me nder, me transparencë. Do ta dini çdo centi taksa paguzve se ku do të shpenzohet e ku do të jetë destinacioni. Pronat komunale do të kenë një trajtim të veçantë. Ata po organizojnë, kanë organizu, edhe nesër do të organizojnë exit polle, gjithë usurpatorëve të pronës komunale edhe qeverisës së korruptuar prej nesër exit prej komunës. Për fund, duke ju falenderu përzemërsisht për gjithë mbështetjen dhe angazhimin që e keni pas edhe në raundin e parë, edhe në raundin e dytë, për fitoren që e kemi realizu në raundin e parë për kundër fushatës e eger agresive nga oponentët politik, unë dua të them se unë e dua fort Mitrovicën dhe Kosovën. Garës i kam hy me vullnet e veç dashni për vendin. Me përkushtim do të punoj për Mitrovicën, për faktin e thjesht, sepse Mitrovica është zemra e Kosovës, sepse nuk ka Kosovë pa Mitrovicë. Ju falenderoj shumë.